Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologja Denisa Shyle dhe ky është kanali im i YouTube-it. Këtu mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, qofshin këto ato periodike, po ashtu edhe me kalimet planetare. Për të mbështetur këtë kanal në mënyrë që edhe unë të kem mundësi që të bëj video më tepër, atëherë mund të abonoheni, të pëlqeni videot e mia, si dhe mund të shkruani komente. Ndër këto komente mund edhe të sugjeroni video të ardhshme apo një tema të cilat keni interes për të marrë përgjigje nga astrologjia. Ndërkohë që, siç e përmenda pak përpara, te ky kanal ka shumë video tashmë prej të cilave mund të merrni informacione, më duhet të rikujtoj që të gjitha këto informacione janë ndikime të përgjithshme dhe individi mund të pretet vërtet shumë ndryshe. Ka shumë persona që më shkruajnë dhe më pyesin në lidhje me ndikimet e tyre personale dhe arrin që të përfitojnë edhe nga shërbimet e mia, në mënyrë që edhe ju të përfitoni, që të mund të merrni përgjigje pyetjeve tuaja, që të mund edhe të përgjigjemi disa problemeve ose të prekim disa probleme të cilat ju ndoshta nuk arrini që të gjeni zgjidhjet me informacionet që keni, atëherë mund të bëjmë edhe analizën e hartës tuaj. Për të përfituar nga këto shërbime, mjafton që të më shkruani nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Dhe po kalojmë më njëherë tek ndikimet, do të kemi tek shenjat, duke filluar detyrimisht nga shenja e dashit. Kjo javë për shenjën e dashit mund të jetë një nga javët me ndikimet më pozitive. Tashmë jemi mësuar me retrogradën si të Saturnit, po ashtu edhe të Neptunit, pak më tepër siç e përmenda edhe tek ndikimet e përgjithshme. Gjatë kësaj jave njëjti Saturn do të ketë një kënd pozitiv me diellin. Kur dielli ndriçon tek shtëpia juaj e fatit, detyrimisht që kemi fat vërtet shumë të madh, kemi një vetbesim shumë më të lartë. Kësaj jave mund të jeni vërtet shumë më tepër proaktiv, si për të realizuar projekte të reja që keni pasur në mendje, po ashtu edhe për të menduar se cilat janë hapat e radhës. Që të planifikojmë në afatgjat është vërtet shumë e rëndësishme në këto momente. Mund të kemi hyrje në informacioneve, pothuajse nga çdo aspekt i jetës dhe nga çdo person që keni në jetën tuaj, dhe të gjitha këto informacione akumulojnë tek ju në mënyrë që gradualisht të filloni dhe të mendoni projektin e radhës. Kemi hyrje në jetën tuaj dhe të individëve të ndryshëm, të gjithë këta individ mund të zemë për në natyrë vërtet shumë të thjeshtë dhe mbi të gjitha janë vërtet shumë efikas për t'ju dhënë shtytjen e duhur drejt realizimit të asaj çfarë ju keni ëndërruar. Në aspektin emocional mund të them që është një nga javët me ndikime pozitive, por në këtë pikë do të jemi pak më të përgjegjshëm në mënyrë se si e komunikojmë ndjenjat tona. Duke qenë se drejtuesi juaj që është Marsi vazhdon që të jetë në kënd negativ me Venusin. Në datën 6 do të kemi kalimin e Venusit tek shenja peshore që ndodhet përballë me ju dhe të gjitha ndikimet negative në mënyrë të dukshme do të zbuten. Madje ju do të keni edhe një aftësi vërtet shumë të madhe që të krijoni balancën tuaj. Por deri në atë ditë, madje edhe datën 6 që është dita e njëjtë, do të këshilloj të jeni pakës më të vëmendshëm, duke qenë se njëjti Venus mund të krijojë edhe disa kriza. Që të jeni më të fokusuar tek jeta juaj e përditshme, tek shëndeti juaj dhe tek aplikimi i projekteve që deri në këtë moment e keni ndërtuar, është shumë më tepër e këshillueshme. Në këtë moment ajo çfarë duhet bërë është të filloni dhe të aplikoni projekte të cilat do t'ju sillin të ardhur materiale të mira dhe të krijoni një farë begatie nga ana juaj ekonomike. Ndërkohë që shenja e Demit, gjatë kësaj jave kemi ndikime vërtet shumë të fuqishme tek ju. Jemi në ndikimin e anës së plotë që ndodhet tek shenja e Ujorit, javën e kaluar ishte në datën 29 korrik. Ndikimet e saj ishin në lidhje me karrierën në përgjithësi, si dhe me marrëdhëniet familjare dhe të njëjtat tematika vazhdojmë që t'i ndjejmë edhe gjatë kësaj jave, por gjatë kësaj jave shtohet një problem i cili është retrograda e Chironit, duke qenë se Chironi reprezenton plagën tonë të përjetshme, na detyron që të marrim mësimet në lidhje me këtë aspekt. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me shëndetin tonë fizik, por në të njëjtën kohë mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me marrëdhëniet tona, sidomos ato që janë të pashëndetshme. Gjatë kësaj jave do të kemi vërtet mundësi që të rishikojmë edhe një herë këto tematika, të fokusohemi më tepër tek gjërat të cilat kanë rëndësi vërtet për ne, gjërat të cilat janë pak a shumë jetike për të ndërtuar jetën tonë, duke qenë se fola në lidhje me ndërtimin e jetës tonë. Gjatë kësaj jave në këtë aspekt kemi ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Do të kemi një kënd pozitiv midis diellit dhe Saturnit. Kjo për ju do të thënë rritje në të ardhurat materiale, stabilitet ekonomik, si dhe stabilitet i marrëdhënieve brenda shtëpisë dhe banesës. Në të njëjtën kohë mund të kemi dhe rregullimin e tematikave të cilat kanë të bëjnë me ndarjen e pronave,
Këtu kemi një farë harmonie e cila vjen pas një lufte të gjatë që mund të ketë ndodhur në këtë aspekt, por në të vërtetë ju jep edhe ju mundësi që të keni kapitalin e nevojshëm për të ndërtuar jetën që dëshironi. Kemi ndikime shumë pozitive përsa i përket karrierës, duke qenë se këtu çdo gjë që ishte e pashëndetshme doli në skenë dhe keni mundësi që ta rregulloni këtë. Përsa i përket ndryshimeve që po ndodhin në këtë moment në jetën tuaj, mund të them që gjatë kësaj jave keni më të thjeshtë të menaxhoni, e keni shumë të thjeshtë të pranoni dhe të aplikoni në jetën tuaj çdo gjë të re që po hyn ose që keni marrë në jetën tuaj. Përsa i përket aspektit emocional, mund të them që është një javë me ngarkesë, është një ngarkesë pozitive dhe pak më tepër krijoni edhe marrëdhënie shumë më të balancuara gjatë kësaj jave. E rishikoni edhe një herë të gjitha marrëdhëniet që keni, qofshin ato sentimentale po ashtu dhe familjare, por ndikimi më i madh pozitiv, më duhet ta analizoj edhe një herë, është në lidhje me marrëdhëniet tuaja sentimentale, si në krijimin të diçka të re, po ashtu edhe në ato që janë aktuale. Kemi një zbukurim të dukshëm të këtyre marrëdhënieve, sepse kuptojmë se duam që të ndërtojmë një familje me ta, ose mund të vinë në jetën tonë dhe personat me të cilët mund të krijojmë familje. Në aspektin shëndetësor, duke qenë se Shironi po kalon në retrograd, këshilla se gjithmonë është të jemi të vetëdijshëm në çdo veprim që bëjmë dhe të marrim parasysh të gjitha sinjalet që po na jep trupi në këto momente. Asgjë nuk duhet të anshkaluar, asgjë nuk duhet neglizhuar. Në momentin që bëjmë këtë, vërtet që kemi shumë të thjeshtë për ta menaxhuar këtë javë. Dhe shenja e binjakëve, mund të them që është një ndër shenjat me ndikimet më pozitive në këto momente. Kemi një vendosje shumë të rëndësishme e cila vazhdimisht na jep kënde pozitive dhe ajo është Urani. Ka një kënd pozitiv me Plutonin që është vendosur tek shenja ujorit dhe gjatë gjithë kësaj jave do të kemi edhe ndihmën ose këndi pozitiv edhe të Venusit, duke qenë se në këto momente shenja e binjakëve sapo ka dalë nga një periudhë shumë e lodhshme që ishte retrograda e drejtuesit tuaj pra Mërkurit. Pak a shumë mund të themi që është një farë dhurate për ju. Ju dalin përpara vërtet shumë ngjarje ose individ të cilët ju mbështesin, të cilët ju rikujtojnë vlerën që ju keni dhe ju ndihmojnë që të mund të aplikoni dhe projektet tuaja. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv në aspektin ton emocional, madje mund të them që është një ndër ndikimet më pozitive në këto momente. Ndihmë të dashuruar me jetën, prandaj dhe si shpërblim ju dhurohet edhe një lidhje vërtet shumë e shëndetshme. Këtu ndonse mund të bëhet fjalë për një lidhje me partner, nga ana tjetër mund të bëhet një lidhje shumë më e shëndetshme dhe me shumë më tepër harmoni me veten tuaj. Pra keni një vetëvlerësim shumë më të lartë gjatë kësaj jave, i cili ju ndihmon që të keni më tepër guxim dhe të filloni dhe të aplikoni projektet tuaja, të cilat në të vërtetë janë vërtet shumë fitimpruese. Kishim një hënë të plot tek shenja ujorit, e cila hoqi prej jush të gjitha pengesat apo le të themi kufijtë të cilët ju kishim vetes tuaj dhe që ju mbanin mbrapa ose që ju mbanin të vegjël, ndërkohë që kjo javë është një javë të cilën mbraponi pak a shumë përpara. Normale që duhet jemi të vëmendshëm në lidhje me shëndetin ton fizik. Këtë them sepse kemi një Chiron i cili kaloi në retrograd, të gjithë detyrimisht që ndikohemi, por ju mund të ndikoheni pakës më tepër, duke qenë se mund të kemi pakës më të prekur sistemin e frymëmarrjes, por ju është një zonë e cila është pak më ndjeshme se të gjitha shenjat e tjera. Në qoftë se keni një lodhje fizike ose mund të keni një temperaturë sado e vogël, të këshilloj ta merrni me seriozitet dhe të shplodheni. Në qoftë se keni nevojë për ilaç, detyrimisht duhet të shkoni te doktori. Ndërkohë që shenja e Gaforës, edhe për shenjën e Gaforës kemi një ndikim pozitiv ose lem të mirë më të themi. Saturni kaloi në retrograd javën e kaluar, ndërkohë që gjatë kësaj jave jemi më të mësuar tashmë. Dim se cilat janë përgjegjësitë tona dhe kemi më të thjeshtë të përmbahemi atyre. Nga ana tjetër kemi edhe një rritje në të ardhurat materiale, duke qenë se e dim se ku do të jemi të përgjegjshëm dhe mundemi të përmbahemi asaj. Do të thotë që sa javë do të punojmë më tepër mend në kokë dhe do të mund që të heqim shumë punë të cilat mund të kemi akumuluar gjatë javëve të kaluara. Retrograda e Mërkurit shenjën e Gaforës ndikoi vërtet shumë, mund të na ketë lodhur. Ndërkohë që gjatë kësaj jave ndodh komplet e kundërta, pak më tepër shenja e Mërkurit është java e fundit që ndodh tek shenja e Gaforës. Dhe kjo do të thotë që të gjitha informacionet që marrim gjatë kësaj jave, nëse ato arrim që ti gërshëtojmë ose
të përdorim së bashku me mësimet që morëm gjatë retrogradës së Mërkurit, mund të bëjmë persona vërtet shumë të suksesshëm. Aspekti financiar mund të them që është një ndër aspektet më pozitive në këto momente, sepse kemi edhe një vetëvlerësim shumë të shëndetshëm, fokusohemi tek punët të cilat e dim që kanë të ardhme dhe njëjtë gjë është edhe në lidhje me marrëdhëniet tona, si ato personale, po ashtu edhe ato profesionale. Kemi një përcaktim më të mirë të kohës se ku duhet ta shpenzojmë atë, dhe kjo bën shenjë nga forës, një nga shenjat më të suksesshme gjatë së javë. Normale që duhet jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin ton fizik, duke qenë se do të mundohemi që të bëjmë të gjitha punët një herë, sidomos të heqim qafë punët të cilat janë akumuluar, siç e përmenda pak më parë. Mund të tejkalojmë limitin asaj çfarë mund të mbajë trupi jon. Prandaj normal që këshilloj që gjithçka ta bëjmë me moderitet. Në aspektin ton emocional, duke qenë se kemi një vetëvlerësim më të lartë, normale që të gjitha marrëdhëniet ndikohen. Marrëdhëniet e shëndetshme normal që shkojnë edhe një grad më sipër, fillojnë dhe i kuptojnë mirë tjetrin shumë më mirë, prandaj përforcojnë edhe më tepër. Ndërkohë që marrëdhëniet problematike, sidomos në ndikimin e retrogradës së Mërkurit, tashmë janë shumë më të degraduar dhe mund të bëjmë vërtet marrëdhëniet e cilat gjatë javë mund t'i lëmë mbrapa. Mund të them që është ndikim pozitiv, sepse detyrimisht nëse është diçka e pashëndetshme duhet t'ja mbrapa, por kjo nuk do të thonë që është detyrimisht e lehtë. Të fokusohemi tek e ardhme, ka rëndësi të fokusohemi tek gjërat të cilat në këto momente po funksionojnë, ka shumë rëndësi. Dhe ajo që po funksionon në këto momente është karriera, që jemi më praktik dhe mbi të gjitha arrim që të krijojmë një stabilitet vërtet shumë të mirë ekonomik, nëse thjesht i përmbahemi detyrave tona që gjatë së javës, siç e thash në fillim, është shumë e thjeshtë të bëjmë. Dhe shenja e luanit, ju mund të them që jeni një ndër shenjat më të favorizuar të kësaj jave. Shenjat e cilat në përgjithësi janë, po ju vërtet që keni një ndikim shumë të madh pozitiv. Kishim një hënë të plot javën e kaluar që ishte tek shenja ujorit. Kjo hënë plot ju lejoi që të perceptoni shumë më mirë se cilat janë dinamikat e shëndetshme brenda lidhjes tuaj dhe si rretoj që mund t'i aplikoni ato më thjesht. Pak më tepër që gjatë së javës do të kemi edhe një këmbë pozitiv të drejtuesit tuaj që është i vendosur tek shenja e në këto momente pra diellit me Saturnin. Kjo ju bën shumë më tepër kreativ dhe mbi të gjitha arrini të ta aplikoni, duke qenë se Saturni jep një farë serioziteti për aplikimin e gjërave të reja në këto momente dhe jep një vullnet shumë të lartë. Kemi ndikime shumë pozitive për sa i përket çështjeve shoqërore, aspekti shoqëror pra në përgjithësi. Këtu ju bëni vërtet persona që kanë një rrjet social i cili është shumë i shëndetshëm në këto momente. Pra, nuk do të thënë se është shumë apo pak, është vërtet shumë i shëndetshëm, personat të cilët ju mbështesin dhe me të gjitha ju shtyn që të arrini qëllimin tuaj. Edhe në momente kur ju mund të keni pak a shumë dyshime tek vetja juaj, apo mund të mendoni se nuk i keni të gjitha elementet për të filluar diçka të re, shoqëria do t'ju mbështesë vërtet shumë dhe do t'ju ndihmojë që të realizoni atë çfarë keni planifikuar. Në disa raste mund t'ju japen edhe elementet apo materialet e nevojshme për ta bërë këtë projekt. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv në aspektin ton emocional. Këtu kemi një vetbesim shumë më të lartë, prandaj edhe brenda lidhjeve tona kemi një rritje të dukshme të shprehjes së dashurisë, të ndjenjave. E kemi shumë më të thjeshtë në këto momente që të fokusohemi tek gjërat të cilat e mbështesin dhe e përforcojnë tepër lidhjen tonë, prandaj detyrimisht edhe kjo javë mund të bëhet një nga javët ku lidhja ju e përforcohet, ose në disa raste për gjithë personat që nuk kanë një lidhje në jetën e tyre, mund të kemi edhe hyrjen në tyre të një lidhje të re. Duke qenë se është një javë e kreativitetit kjo, normal që do të mbështeteni vërtet shumë dhe një nga krijimet tuaj që mund të jetë së javë, siç e thash, edhe krijimi i një lidhje të re. Në përgjithësi fokusi do të jetë për të krijuar të ardhur materiale, sepse kemi një nevojë vërtet shumë të madhe në këtë moment për siguri ekonomike. Dhe detyrimisht kjo do të shprehet edhe në lidhje me aspektin tuaj profesional, duke qenë se Shëron do të jetë në retrograd tek shtëpia juaj e karrierës. Mund të kemi edhe probleme. Për të gjitha këto probleme po ndodhin për një arsye të vetme, në mënyrë që ju të mund të zgjidhni dhe të jeni në një karrierë e cila është shumë më tepër produktive dhe e suksesshme në afat. Shenja e Virgjëreshës, ju jeni një shenjë shumë e ndikuar gjatë javë dhe në përgjithësi ndikimet janë pozitive, kemi një qartësi vërtet shumë të madhe të gjithçkaje. Duke qenë se kishim një hënë të plot pikërisht tek ciklet tona karmik ose tek shtëpia karmave, por ju jemi shumë më të qartë në këto aspekte. Cilat janë gjërat të cilat në jetën tuaj mund të kenë mbajtur mbrapa ose në disa raste janë bërë barë në kurrizë dhe nuk ju kanë lejuar që të jenë të suksesshëm. Kjo javë është komplet e kundërta, siç e thash, sepse kemi një kthjellësim të dukshëm.
Kemi një kthjellësim edhe për sa i përket aspektit ton financiar, se cilat janë projektet që deri në këto momente na kanë mbajtur mbrapa dhe që nuk kanë qenë fitim prurse. Nga ana tjetër, keni edhe informacione të shumta për të qenë të suksesshëm në karrierën tuaj. Ndikimi më i madh pozitiv do të vijë drejt fundjavës, por edhe gjatë javës detyrimisht duhet të vazhdoni që të punoni. Marrni një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria në këto momente për të realizuar projektet tona. Prandaj nëse se keni një pikë pyetje brenda vetes, do të këshilloj që të drejtoheni aty. Dhe të gjitha këto do të kurorzohen drejt ditës së njëjtë, duke qenë se do të kemi dhe kalimin e Venusit tek shenja e peshorës, që përdo me thënë të ardhur materiale ose balancimi i mirë i vlerave. Dhe ky balancim i mirë detyrimisht që sjell në jetën tuaj një aspekt të mirë ekonomik, kemi balancimin e marrëdhënieve personale si dhe të atyre familjare, të cilat në qoftë se kanë qenë problematike gjatë kësaj periudhe, gjatë saj vërtet që janë shumë më tepër pozitive. Në lidhje me shëndetin fizik, të gjithë personat që kanë pasur probleme, që kanë pasur një energji të ulët, që se javën do të komplet e kundërta, kemi energji më të lartë, dim se ku të fokusohemi, prandaj dhe nuk e shpenzojmë ose nuk e harxojmë energjinë tonë kot. Nga ana tjetër, kemi edhe një ndikim shumë të madh pozitiv në lidhje me aspektin ton emocional. Duke qenë se siç e thash, Venusi do të kalojë tek shenja e peshorës. Kjo periudhë do të thënë një vetëvlerësim më i lartë tashmë, dhe kjo ndikon në mënyrë pothuajse automatike tek marrëdhëniet tuaja personale. Kemi krijimin e diçka të re, një frymë të re tek ju, dhe kjo frymë e re ju shtyn që të krijoni një lidhje të shëndetshme, ju shtyn që të krijoni një lidhje më tepër harmoni, dhe mbi të gjitha në jetën tuaj në këtë moment hyn vetëm persona të cilët mund të mirëmbajnë këtë lloj kushtesh. Si rrjedhoj, mund të kemi dhe fillimin e lidhjeve të re shumë më tepër pasionante, të cilat ju plotësojnë në çdo aspekt, pra si në aspektin tuaj emocional, në aspektin tuaj intelektual, dhe që bëjnë persona të cilët ju ndihmojnë që të bëni ndryshimet e domosdoshme për të qenë persona më të suksesshëm si në karrierë, po ashtu edhe në jetën tuaj të përditshme apo në ato familjare. Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim si të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët dhe shihemi përsëri tek videoja tjetër. Mirupafshim.